Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Fox News, mirë se vini në emisionin Pakollare. Unë jam Urim Tusku dhe së bashku në mbrëmjen e sotme ne do të diskutojmë çështje të cilat kanë të bëjnë me zgjedhjet e 11 majit. Jo vetëm që do të diskutojmë përfituesit, por do të diskutojmë tashmë se çfarë e pret Shqipërinë këto 4 vjet. Janë 4 vjet të cilat me sa duket gjërat nuk është se ndryshuan ashtu siç priteshin, por do të vazhdojnë të jenë tek njëjta. Të paktën ky është leximi im që i bëj paraprakisht kësaj situate politike në vend. Por për të diskutuar më gjatë në lidhje me këtë çështje, kam të ftuar në studio si gjithmonë dy kolegët e mi të nderuar, duke filluar me zotin Dritan Laci, mirëmbrëma Dritan, mirë se erdhe. Dhe zotin Reldar Dedaj, mirëmbrëma Reldar, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Të nderuar teleshikues, ashtu sikundër e tham edhe pak më lart, janë 4 vjet të cilat me sa duket Shqipëria do të vazhdojë të jetë e njëjta, por që premtimet janë bërë që do të shkojnë në Bashkimin Evropian. Janë le të themi 4 vjet që do të ravjezojnë ose do të përcaktojnë politikën shqiptare dhe do të orientojnë atë duke pasur parasysh gjithmonë faktorët e rinj që kanë hyrë në jetën parlamentare, por të vjetrat kanë qenë ose vazhdojnë të jenë të njëjtat. Kemi një mazhorancë e cila është rritur në numra, po kemi edhe një opozitë, po flasim për opozitën zyrtare, e cila është paksuar në numra, por që pretendon që zgjedhjet nuk shkuan ose nuk ishin të rregullta. Reldar, nuk e di, hyrja si tu duk në një vështrim të shkurtër, do t'jetë një 4 vjeçar i cili do ta shoqërojë politikën shqiptare me akuza dhe kundër akuza, me mbrojtje, me justifikime nga njëra palë, por njëkohësisht edhe me premtime të tjera të palës tjetër. E vërtet është, mendoj që tani situata është pak e ndërlikuar për sa i përket këtyre zgjedhjeve dhe asaj çfarë do na presi pas. Unë mendoj që ky rezultat zgjedhor, duke parë edhe vitet e gjata të kësaj mazhorancë socialiste, le një shije të hidhur faktikisht në gojën e qytetarëve. Nuk është një karamele e ëmbël. Kështu që pse le shije të hidhur? Kemi parë ca disproporcionalitet të jashtëzakonshëm në logjik. Kemi parë personazhe anonim të dalë nga hiqi, të cilët edhe një autoritet kombëtar do ta kishte shumë të vështirë të merrte gjysmën atyre votave. Dhe jo të merrte numrin e plotë. Me pak fjalë, votave ju mungon legitimiteti, po thoni? Po jo mungon, janë tani dëgjoj, kur themi mungon legitimiteti, ne duhet kemi një fakt. Fakte konkrete nuk ka, por logjika nuk e pranon. Bit desh me aktin logjike, sepse unë personalisht jam marrë vetë me menaxhim fushatash dhe kam qenë pothuajse në 2021 i atashuar në stafin më të ngushtë drejtimit fushat, një nga 4-5 njerëzit që menaxhote fushatën për shembull në qarkun e Lezhës. Dhe unë e di shumë mirë se çfarë do thotë dhe çfarë lufte është për të krijuar vota personale. Mungesë të një autoriteti, se kur themi mungesë, çfarë do themi, non kuptojmë autoritet. Kur thuhet integritet i lartë, profesional, do thotë që ti ke një karrierë në punë. Dhe në këtë rrugtimin e gjatë karrierës, në ndërtimit të integritetit profesional, ti ke bashkëpunuar me shumë njerëz. Ke ndarë të mira dhe të këqija. Ke ndihmuar njerëz, i ke orientuar, i ke këshilluar. Pa diskutim edhe aty ku punohet edhe dëmtohet. Pra, i ke gjitha pamjet për sa i përket figurës së një individi. Në një moshë kaq të re, thjesht për marrim rastin e Elbasanit, 29 vjeçe, pa pasur asnjë lloj integriteti profesional të figurës saj, të prodhojë një numër të lartë të kaq votash, është e paragjykuar. Kjo do të thotë bien desh me logjikën, sepse infrastruktura e ngritur për marrjen e votës kundrejt personit në fjalë është aq shumë e ndërlikuar dhe aq shumë e vështirë, sa duhet të kesh një entourage të jashtëzakonshëm, jo vetëm financiar, por edhe human që të bëhet kjo gjë. Dhe prandaj them që hijet e dyshimit janë tepër të forta. Shtoj
Shtoj kësaj dhe 12 vite qeverisje të saj mazhorancës. Shtoj kësaj që në periferitë të Shqipërisë jeta është akoma dhe më vështirë, sepse inflacioni është shumë i lartë, shporta e madhërave të ushqimeve është shumë e lartë, çfarë? Rrodhat kanë ngelur në vend, papunësia është shumë e madhe, emigracioni ka bërë të vetën, atëherë çfarë? Pasaporta europiane është rrugës. Po jo, le tani, problemi qëndron, si justifikohet kjo gjë? Kur nuk ekziston një formulë suksesi nga ana tjetër, kur jeta e shqiptarit është totalisht e prekshme, kur shqiptari orientohet në sportelet e institucioneve publike dhe ndeshet me një mur të shurdhër, i cili as nuk bëzan fare, dhe qytetari çfarë është i detyruar për gjetë rrugë alternative për të kryer shërbimin e tij, ku agresiviteti popullor dhe qytetar ka arritur në kulme të papara. Shtotu edhe nivelin ekonomik e bën të papranueshme një votë të tillë. Një plebishit tillë popullor, e bën të papranueshme për logjikën. Kjo nuk do të thotë automatikisht se mund të jetë kështu. Pa diskutim pamja tjetër e opozitës nuk ka lënë Nuk ishte fitore publicitare. Jo, nuk ishte, do një qësë do përmenim termin e kandidatit të Gjirokastës, i cili për hir të vërtetës edhe ai fitoi në mënyrë publicitare. Po. Por problemi që ndron që edhe opozita ka probleme. Pa diskutim. Mua personalisht nuk ndel llogaria se ka më pak vota dhe më shumë mandate. Unë vetë jam një votues i opozitës. Kam votuar kësaj rrallë tek Teta, kam votuar për Jorida Tabak. Po. E deklarove hapur, pavarësisht se vota është e fshehtë. Nuk kam asnjë lloj problemi, nuk e gjithë e dinë që unë jam votues i djallë dhe kjo s'mvjet turp. Por kam votuar për Jorida Tabakun, jo vetëm për figurën, integritetin e asaj profesional, por kam votuar edhe për një formë tjetër, për një revolt ndaj listës mbyllur Partisë Demokratike. Një shenjë revolt ndaj listës mbyllur, për t'i treguar atij leadershipi, i cili për hir të vërtetës ka mbyllur syt dhe veshët dhe gojen dhe nuk bëzan këtë krizë, që simpatizantët të zgjatës, njerëzit që kanë një vokacion të djathtë, kërkojnë një fibër tjetër, profesionale, intelektuale, morale, karrierës, jetës publike, aktivizimit jetës publike, revoltës jetës publike, retorikës logjike në hapësirën publike. Jo njerëz cilët e justifikojnë praninë e tyre vetëm duke qenë militant. Dhe çfarë militantizmi është çon shoqërinë në ekstremin e saj. Dhe një shoqëri e ndërtuar dhe e pozicionuar në ekstremin e saj është një shoqëri që nuk komunikon. Është një shoqëri që mbytet pesimizmin e saj. Është një shoqëri që nuk shfaqet përballë qytetarëve në mënyrë alternative dhe kërkon shpresë për alternativë. Dhe çfarë? I krijon instrumentat e leadershipit politik, i bën akoma edhe më të fortë dhe me më shumë pak kosto. Nuk e kam fjalën të kosto ekonomike, kam fjalën të kosto intelektuale. Nuk mjafton të kesh intelektual në parti, mjafton të kesh vetëm njerëz militant, njerëz që qojnë debatin ekstrem dhe çfarë? E ndan shoqërinë dy llogore. Por kjo nuk i shërben kërkuj. Kjo nuk i shërben mbi gjitha shoqërisë dhe nuk i shërben as partisë. Dhe problemi qëndron dhe kjo shoqëri ka nevojë që të shkojë në një logjikë racionale. Dhe duke shkuar drejt një shoqërie racionale, pikëparë duhet të kërkojë ndihmë tek vlerat e saj, tek njerëzit e punës, tek njerëzit që kanë dhënë kontribut, tek njerëzit të cilët politikën nuk e konsiderojnë si profesion, por e konsiderojnë si shërbim dhe momenti kur marrin ky shërbim, hapin krahun vin të tjerë. Kjo është logjika dhe mekanizmi ascensori i vlerave që duhet çoje. Ktu është një problem realisht. T'ja kalojmë dhe ktu është një problem pa diskutim se ndoshta tani ka një këndvështrim ndryshe. Jo, projekcioni im sa i përket rezultatit zgjedhjeve, por njëkohësisht shtrimi i trases 4 vjeçare. Projekcioni im dhe ajo çfarë ka ndodhur në këtë zgjedhje, para unë kam një bindje domethënë që këto janë zgjedhje absolutisht manipuluara, pavarësisht se ti kërkon faktet po vinë, janë aty. Po zbulohen besoj dita nga dita në ditë dhe tashmë është e qartë. Fakti domethënë që në zonat të tëra të Shqipërisë kemi rezultate gati plebiscitare. Pra, le të themi domethënë 100%. Pra, ku të gjitha njësitë administrative fitohen nga njëjta forcë politike e cila është në pushtet. Tregon domethënë që gjithë inxhinieria e votës, e cila është përdorur nga kjo maxhorancë ka qenë në një funksion të plotë. Kjo e bashkëlidhur sigurisht edhe me element kriminal, të cilët janë pranishëm në zonat të ndryshme të Shqipërisë, dhe të cilët e kanë kthyer në mendimin tim në një fars këto zgjedhje. Po kishim një task force më vëlla. Shiko, task force është aty patjetër dhe mos mendoni domthonjë që task force është komisioni qendror i zgjedhjeve i cili certifikon zgjedhjet dhe parregullsitë në zgjedhje. Do të kuptojmë një gjë. Sigurisht që hetimi ka hetim kryesisht,
ka arrestim në flagrancë, gjithë me radhë. Pra, ka një raport i cili do përgatitet në vazhdim për zgjedhjet, por nuk është SPAK-u, as drejtësia, ajo e cila certifikon në një farë mënyrë zgjedhjet. E thashte këtë gjë, sepse sigurisht që gabimet sigurisht që janë atachuar dhe asaj që është opozita sot në Shqipëri, e cila patjetër që ka në mendimin tim kemi thënë disa herë, problemet e saj. Jo, problemi i saj më i madh për mua është që ajo ka bërë një autogol në atë që është marrëveshja elektorale ose ndryshimi i një marrëveshje elektorale në vitin në 2009, mos gaboj. Sigurisht që kjo marrëveshje u bë me një qëllim të caktuar, jo për të pasur të zgjedhjet lira dhe demokratike. 2008, prill 2008. Ndryshimet kushtetuese të Pra, jo për të pasur një marrëveshje fair, të asaj që është në vetvete demokracia, por një marrëveshje e errët, një lloj intrige, e cila do shkonte tek mendimi që tashmë është kristalizuar edhe në elektorat. Pra, ndarja e pushtetit nëpërmjet një rotacioni 8-8. Pra, 8 vjet pala tjetër. Por, ky burri që është sot në pushtet, dhe që normalisht ka një manual të vetin. Prishi marrëveshje. Sigurisht, nuk ishte pse ta mbante këtë marrëveshje. Realisht, nuk ishte, ndoshta edhe unë po tisha. Pjesë e kësaj inxhinierie votës nuk kisha pse mbas mbarimit të mandatit të dytë, t'ia lija pushtetin dikujt tjetër. Dhe tashmë se ka bërë. Dhe tashmë kjo opozitë është e gjendur me shpatlla pas murit, është e paaftë të dalë, të fitojë, ndaj një force politike e cila në vetvete ka dhe një historik. Pra, çfarë të flasim për një lëndë njerëzore atje, është një lëndë njerëzore e cila ka 80 vite mbi shpinë. Pra, që nga krijimi i Partisë Komuniste në 41, pastaj Partia e Punës, Partia Socialiste, gjitha Mavia, gjitha Rilindja, gjitha me radhë. Pra, ka një manual të vetin. Dhe sot Rama pse është bërë i gjithë pushtetshëm është sepse janë më të organizuar. Sepse vetvetiu ai u tregua një lojtar më i zotit në atë marrëveshje që ndodhi. Dhe secili këtë do bëj për vete përpiqet apo jo? Patjetër, por pse e bëri Partia Demokratike, pse e firmosi atë marrëveshje, sepse Partia Demokratike e dinte shumë mirë që të djathët në Shqipëri janë në minorancë në krahasim me të majtët dhe mendonte domosdoshmë që do ta kishte më të kollajshme ta merrte pushtetin 8-8. Pra, Edi Rama, një ditë të bukur, do të rihiqej dhe Partia Demokratike do merrte pushtetin. Gjë që nuk ndodhi. Dhe jo vetëm që nuk ndodhi me 8, nuk ndodhi as me 12, ndoshta s'ka ndodhur as me 16, as me 20 e kështu me radhë. Ky është çimentimi i pushtetit të Ramës. Dhe ajo që ndodh në këtë zgjedhje është fakti që Rama tashmë ka bërë dhe një betim. Një betim që për mua duket ai nuk ka teklif, e thon kështu në gjuhën popullore që ta thotë hapur, pra të bëj projeksione një vit përpara zgjedhjeve, dhe jo vetëm një vit para zgjedhjeve, por për projeksionin për fitimin e zgjedhjeve të vitit 2030 e ka bërë që para 8 viteve. Po mos e ka taktik për të intimiduar kundërshtarin, le të themi është fare për të demoralizuar. Unë marr numrat në terren. Dhe them, përse për shembull ka ndodhur në Elbasan dhe në Fier. Sepse në Elbasan është një zotëri që quhet Tomor Alizoti, i cili e para herë përfaqëson djathtën e vërtet. Plas si individ, klasat e përsekutuara, e gjitha me radhë. Me rrënjë të thella. Dhe i cili i ka hapur dhe një luftë Edi Ramës. Dakor? Dhe Edi Rama ka dashur t'i tregojë Tomor Alizotit që etrit e tu, e kupto. Dhe ty vetë personalisht, unë nuk i kam fare në kandarin tim. Do mund edhe me Sara Milën, me Sajmira Sallën e me gjithë tjerë. Ikim nga Elbasani dhe rezultati vjet në Elbasan si doli 26%. Me kandidatë të cilat habisin gjithkënd. Me atë rezultat. Po, patjetër. Shkojmë në Fier. Atje është sekretari politik sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, apo jo? Po. Atje. Gazmend Bardhi. Ç'ndodhi në Fier? Mori 12 rezultat spektakolar. Mori 12 mandate.
Pra, për të thënë Berishës që unë e mund dhe sekretarin tënd të përgjithshëm, kudo që ta çosh ti, mund ta çoj deri në atë që është degradimi. Jo, në fakt s'është sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, por është kryetari i grupit parlamentar. Kryetari i grupit parlamentar, dakor, ja po e rregulloj këtë gjë. Pra, unë e lexoj në këtë mënyrë. Këto zgjedhje dhe projeksionin që vetë Rama ka bërë sidomos në këto zona. Jo vetëm thjesht që janë zona të cilat prodhojnë mandate, edhe Fieri për shembull dihet është ditë. Është hambari të majtës. Po Fieri, nëse do isha atë disi më cinik, do thosha domthonjë që më mirë është të jetë zonë lirë. Sepse një zonë e cila PD-ja nuk fiton kurrë. Më mirë shpalla një zonë të lirë për të majtër dhe ta mbyllim këtë histori. Por jo me këtë lloj grabitje e cila shkon jashtë çdo logjike elektorale. Që sot neve kemi parlamentin e pulave të detit. Ose parlamentin e Zeqines. Hipotetizojmë, sikur të kishim një proporcional. Kalim këtë tjetra. Shkojmë në Tiranë. Ndoshta askush nuk ka hyrë dhe i ka parë me oltësi, por janë zgjedhjet e dyta pas zgjedhjeve lokale të 2023 që Partia Demokratike nuk fiton asnjë njësi administrative në Tiranë. Dhe kjo nuk ka ndodhur kurrë. Pra, gjithmonë Tirana është ndarë, me 12 me 8, nuk e di tani eksaktësisht sa janë zonat përkatëse, por nga viti 2023 e kemi 20-0. Dhe kjo nuk ndodh. Pra, si është mundur domethënë që 20 njësitë administrative, elektorati i këtyre njësive vjen dakord domethënë që kjo nuk do demokraci. Kjo gjë. Pra, ose makineria e votave është e tillë, administrata është perfeksionuar. Dhe unë kam parë fshatra, se unë jam njëri domethënë që lëviz nëpër Shqipëri. E njoh Shqipërinë. Shqipëria është populluar, është braktisur dhe çuditërisht në zgjedhje, e kupton, kutit e votimit në fshatra janë plot. Kjo nuk ndodhi. Kjo është një mekanizëm i tërë i cili punon për të gjë. I marrin, është mekanizmi i tërheqjes. Po pra. Sepse po them edhe një herë, nuk ka asnjë lloj mundësie, sidomos në Tiranë, ta fitosh Tiranën 20-0 dhe kjo është të janë zgjedhjet e dyta. Pra u arrit qëllimi që në Tiranë mos të ketë fare në kuptimin territorial, mos ketë fare opozit. Duke bërë këtë lloj dhe kjo është vazhd e asaj marrëveshje që është bërë në vitin 2008. Po, dakor. Po kjo mund të jetë dhe një kështu. Dhe që pasoj me reformën territoriale. Duke e parë kështu, mos pa dashje po shfaqsoni edhe gabimet e opozitës. Unë sapo e thash. Do të tradhtia më e madhe që i është bërë popullit opozitar është marrëveshja e vitit 2008. Që kanë bërë dy individ. Po, është marrëveshje të cilën ata e bën për vete, sepse PD-ja ishte e paftë, dinte që pa një fundit pra ishte dinte shumë mirë që pa një forcë tjetër politike mbështetëse nuk vinte në mbështet dhe mendoi domosdoshmë që Edi Rama do kishte të hipotetizojmë pak nëse kodi do të ishte proporcional kombëtar, çfarë rezultati do kishim do kishte po. Tani se prandaj po do kishte marrë 74, se unë e kam bërë llogari. 74 do kishte marrë PS-ja dhe 40 e sa do kishte marrë edhe do ishin futur partitë e vogla. Partitë e vogla do ishin deri diku faktor. Shumë pak. Do arrin deri 18 mandate Jo, sepse unë them një herë sot kjo është një fakt. Ta shpjegoj. Unë them sot Partia Demokratike nuk ka territor. Edhe një herë. Partia Demokratike po të bastione, tash të quhet bastione. Jo, nuk është puna, shikoj, më lutem, nuk është thjesht të bastionet, edhe një herë. Po them në Tiranë, sot Partia Socialiste ka administratën, ka punësimin, pra ka një inxhinieri të madhe. Jam shumë dakord. Ka patronazhiste. Dhe prandaj ka çuar 20-0. Po, dhe prandaj ka çuar 20-0 sot. Nëse do e kishim proporcional kombëtar, PS-ja do kishte marrë 80 e sa, gati mbi 80 sigurt mandate, opozita do kishte marrë 40 deri në 50 e sa. Po, partitë e vogla fare. Pse? Sepse ka pragu 5%. Pragu 5%. Jo po kombëtar. Jo, s'ka heqje pragu me kombëtar. Si Kosova më. Po jo e ka 5% Kosova. E ka pragun, po, dhe me 5% pragun asnjë nga partitë e vogla sot s'do ishte në kuvend. Nëse do kishim kodin elektoral Kosovës. Dhe këto vota do shkonin prapë te partitë e mëdha. Te PS-ja. Sepse formula ton merr pavarësinë i jep në raport me numrin e
mandateve për deputet, pra në raport me numrin e mandateve përpjestohet ajo dhe del. Shkojnë gjitha vota i vetmi kod që është e barazi dhe demokraci. Në kodet bën çdo kod ka problemet e veta. Problemi është që kodi mos t'i vendoset demokracisë. Për shembull, kjo kontari që thuti, rezulton që Partia Socialiste ka marrë më pak vota se sa në 2000. Po ka marrë edhe del me 84 deputet. Del me 80 sepse formula votat që lehen të vegjëlit i shkojnë partisë madh, primit, shkojnë te koshi i madh. Nuk shkojnë te koshi i dytë, shkojnë te koshi që ka më madh. Dhe merr akoma dhe më shumë dhe çfarë opozita zvoglohet akoma dhe më shumë. PD-ja në këtë rast zvoglohet akoma. Si postulati Bibiçaj që ka të jepet më shumë. Sepse partitë e vogla vërtet e kanë kërkuar kombëtarin. Po me votat duke votat që kanë marrë aktualisht partitë e vogla, asnjëra se ka 5% se ka Kosova. Gjitha do ishin jashtë, duhet t'i gëzohen shumë këtij kodi. E dyta, formula më e saktë është që të kishte e pikës pari me 2 raunde, por të ishte mazhoritar. Me 2 raunde. Qarkullon të demokracia. Pa diskutim. Është vetëm një formulë që Shqipërisë mund të funksionojë, por me 2 raunde, se këta e duan me 1 raund. Me 1 raund çfarë ka? Që marrë 50, kush marrë 50 plus 1. Kjo s'është, duhet me 2 raunde. Me 2 raunde shohim se kush voton dhe këtë do populli që të votojë dhe kush tjetë më i fortë. Pa diskutim të mbrohet, krijohet infrastruktura e mbrojtjes votës, krijohet infrastruktura e mos orientimit, pra të mobilizohet totalisht infrastruktura e orientimit dhe manipulimit të votës dhe të fitojë më i zoti dhe më i forti. Madje mazhoritari e bën gjë që çfarë kandidatët investohen totalisht që gara të jetë fair. Sepse po jo investohen që gata të jetë fair. Në qoftë se ky do zgjedhë kriminalet, atëherë dhe ky tjetri është i legjitimuar. Ashtu, le të bëhet lufta dhe të fitojë më i forti. Pa diskutim, prapë është më i drejtë se ky i sotmi. Përsëri është më i drejtë me 2 raunde, është më i drejtë. Pse tani nuk janë fut kriminalet? Se ku diku që thoshte punon Kali Hagomari. Po ja, kjo. E Bryli. Po s'ka problem. E vërteta është që Partia Demokratike e provoi domthonjë që të fitojë ose të hyjë zgjedhje me njerëz që kishin një peshë kuptimin politik të një figurë, një statur, një karizëm të vetëm, por tashmë është evidente që me dy prova ose me 3 më saktë që Partia Demokratike bëri, dha të kuptoj domthonjë që Edi Rama nuk mundet, është gati e pa mundur, të kupton me njerëz të cilët thjesht kanë eksperiencë dhe karrierën politike apo kanë karizëm politike. Pra, rasti i Arjan Ndojit. Po. Rasti i Gjin Gjomit. Po flas për marrë tani krahun e opozitës. Rasti i vetë dhe Grën Shehajt. Tregoi domthonjë që në Shqipëri, nëse nuk ke para dhe nëse nuk ke influencë apo mbështetje nga elementë domthonjë të cilët nuk kanë lidhje me ato që është zgjedhjet e lira dhe demokratike, ti nuk fiton, nuk futesh në parlamentin e Shqipërisë. Këtë nuk te askush dhe Redari mund të thasë si politolog, po thotë shumë mirë që duhet ky kod dhe gjitha me radhë, por unë mendoj domthonjë që në këtë terren sot po nuk ndodh për zotëri, nuk ndodh. Fut çdo lloj kodi, nuk ndodh, nuk ka asnjë lloj shansi dhe herë, sepse sot që po flasim territorin e ka Edi Rama. Nga veriu deri në jug të Shqipërisë. Po është fataliste, po di çfarë do bëjë një parti. Kur them territorin, ti më them ti ke edhe kempin, i ke edhe ndihmën ekonomike, i ke edhe punësimin qytetarëve atje, dhe ai nuk e shef praninë e opozitës atje, sepse është asfiksuar, është mbaruar. Për çfarë duhet atij gazbardhi në Fier? Kur kempin e jep Edi Rama, kur ndihmën ekonomike e jep Edi Rama, kur për punësuar punon Edi Rama. Për çfarë duhet? Shqiptari do një vend sot se pul një punë. Po sigurisht më ai ore pse mendoni doon që gazetari ky flas qytetari që kon politikën e madhe. Seriozisht e keni? Makron të përgjithshme. Makron e përgjithshme. Bëhet e mira e përgjithshme. Po jo më keni gabim tani. Nuk është po jo është çfarë faktikisht unë kam ndjekur me shumë vëmendje fushatën elektorale dhe kam parë që asnjë parti nuk e hidh të thelbin në sistem. E pat Partia Demokratike. Por as të programi. Po, e pat Partia Demokratike sepse këmbguli shumë tek reforma administrative. Për shembull, reforma administrative jo vetëm që kriminalizon çdo kryetar bashkie e kriminalizon. Kjo reformë ja do të kujtoj pranë 2015 se ka ajo gabime shumë. Po pa diskutim. O ka gabime, o e blen,
o e blen, se mund mendojmë edhe këtë, po Më duhet të shkoj në hapësirë publicitare. Shkoj në hapësirë publicitare, do ta mbaj fjalën aty tek. Të nderuar teleshikues, do shkojmë në hapësirë publicitare, do të rikthehemi vetëm pas pak studio. Jemi rikthyer sërish në studio të nderuar teleshikues në emisionin Pakollare, ku po diskutojmë në lidhje me çështjen post-zgjedhore. Zgjedhjet u zhvilluan, por çfarë vjen më pas? A ishin ato më të mirat e mundshme? Jam së bashku këtu në studio me dy kolegët e mi, me zotin Dritan Laci dhe zotin Reldar Deda. Lam fjalën te Reldar. Ajo çfarë kam parë tek opozita, domethënë tek programet politike, realisht edhe te partitë e reja, më nuk e kam parë me një temë shumë të fortë për të goditur realisht sistemin, se sistemi është ai çfarë është kapur këtu. Sistemi e ka kapur gjithçka. Le ta fillojmë për shembull, nuk kam parë një debat shumë të fortë, racional, flas me një logjikë, me një retorikë racionale, argumentuar dhe ku qëndrojnë problemet. Çfarë favorizon mazhorancën dhe pse bëri këtë reformë administrative që për hir të vërtetës çfarë e bëri këtë mishmash totalisht, një mishmash të jashtëzakonshëm dhe mbi gjitha kriminalizon kreun e bashkisë, mos zotri. Se kreu i bashkisë ka një pushtet pothuajse të pakufizuar në gjithë territorin. I çdo bashkie në Republikën e Shqipërisë. Pra e kriminalizon vetë kodi. Dhe unë nuk e kuptoj vetë kjo reforma administrative territoriale e kriminalizon. E dyta, nuk kemi një kod elektoral i cili çfarë nuk e orienton dhe nuk e shpërdoron votën e qytetarit dhe vota për qytetarit duhet të jetë përfaqësim. Sepse ABC-ja e demokracisë, A-ja e demokracisë është përfaqësimi. Çdo kod elektoral që e përmbys përfaqësimin nuk e dëmton demokracinë. Ne sfida më e madhe e këtij qytetërimi është pikërisht çfarë? Mbrojtja e demokracisë, investimi në demokraci, edhe e treta çfarë po prapi vjen ndihmë demokracisë është dhe ndarja e pushteteve. Këtu sidomos tashmë me kompozimin e parlamentit të 2025-s nuk flitet më për ndarje pushtetesh. Ka marrë shumë i cilësuar. Po është disfunksionalizuar. Është disfunksional. Ne edhe në mandatin e kaluar ne kishim pothuajse legislativi ishte shndruar në noter të ekzekutivit, pra lundte rolin e noterit në jetën parlamentare të këtij vendi. Ekzekutivi ishte ai që mjafton të propozonte ligjet dhe gjithçka u miratonte. Atëherë kemi një pushtet më të fortë se sa 4 vjeçare që la. Ky e ka pushtetin më të fortë sa me zogu kur ishte më të dobët. Dhe një opozitë më të dobët. Jeni dakord se opozita ka dalë jashtë jetës parlamentare. Këtu do të jetë teatr. Nuk është e dobishme. Tu vazhdo teatr. Jo, është disfunksionalizuar. Çfarë është? Unë kam bërë dhe një shkrim. Miraton ligje. Para ca ditësh nuk e di, keni lexuar rënja e Republikës. Bëra një shkrim bazuar mbi logjikën çfarë? Se nëse ne kemi një republikë parlamentare, tashmë jeta parlamentare ka rënë. Sepse kur shumica absolute është mazhoranca socialiste dhe mbi gjitha kodi elektoral çfarë e detyron kryeministin nishin e ekzekutivit ta neutralizojë, ta bëjë rul pushtetet, nuk ka pushtetet tashmë ai. Ai ka pushtet më të madh se mbreti. Ky është arsye logjikisht, pa diskutim. Dhe çfarë? Përderisa deputetët emërohen nga kryeministri, punësohen nga kryeministri, punësohen deputet, çfarë dinjiteti ka ai? Si do i kundërvjen kryeministrit ata që gëzoshin mandatin? Kjo është problemi pra. Kush guxon ti kundërvjen? Dhe ai është ndruar dhe këtu ka rënë Republika, nuk ka Republikë. Gjithçka shndrohet në realitet. Në qoftë se kryeministri do marrë pjesë në seancë parlamentare, urim dhe ta keni parasysh, kjo gjë është vetëm funksion të spektaklit politik. Nuk kam arsye të vijë. Ai nuk ka. Unë nuk kam arsye pse të vijë dhe nuk do vi më. Po, diskutim. Kjo ka rënë Republika dhe çfarë parlamenti? Vetëm vulos. Parlamenti shndrohet në vulosje të ligjeve dhe propozimeve që bën dhe dërgon vendos me mesazh cili do deputet aty, ai propozon ligjin, këta e miratojnë. Jeta parlamentare, demokracia këtë ka, forca e kartonave funksionon. Po si neutralizoi dhe deputetët e vet të cilët kishin kontestime në lidhje me votat që kishin marrë përkundrejt njëri tjetrit aty me një status Facebooku, i neutralizoi mos shkonin më tej për ankesat e tyre. Mos hapni kamerat. Dikur për shembull thuaj hap kutit ose largohu, tani mos hapni kamerat se shpëtoni fytyrën, apo jo? Kjo duket pak absurde kjo. Jo, nuk duket fare, nuk duket fare, nuk duket fare. Pushteti shumë i fortë. Nuk më duket fare absurde. Dhe ka hap rreshtor të dy partitë. Nuk duket absurde sepse fundit kjo është në vazhdim në një sjellje domthonjë që ai e ka projektuar që me ardhjen në pushtet, dhe me atë që ai e quan, ndoshta një ditë mbyllja e gjithë
aktivitetit tij politik. Dhe nuk është se ka një sjellje tjetër. Ai erdhi fillimisht pastroi partinë e tij. Pra nga ajo që ishte garda e vjetër ose njerëzit të cilët kishin akoma një lloj qëndrese apo vendimi brenda partisë, ato që quheshin kostumet e pastroi. Gjaketat e vjetra. Nuk kishte nevojë më për to. Më tej vazhdoi dhe me mandatin e parë hoqi një pjesë të gardës tjetër që akoma kishin objekcione ndaj pushtetit të tij dhe dal nga dal u kthye në një lloj sovrani apo autoriteti brenda partisë, që nuk e kundërshton më askush sot. Ka që thjesht dalim te konkluzjoni që tiranin janë vetë njerëzit që e ngren. Po sigurisht, shiko tani ne jemi popull, secili jep kontributin e vet në ngritjen e tiranisë. Shiko, ne jemi popull që nuk kemi dalë nga tirania. Jo, ne nuk e kemi kapërcyer këtë fazë. Edhe deri te Kosova. Por ka një gjë që unë mendoj dhe besoj. Unë mendoj dhe besoj domthonjë që Shqipërinë faktorët të jashtëm nuk do ta lejnë të rrëshkasin në një republikë të ngjashme me atë që është sot Republika Serbe e Serbisë. Në autoritarizëm. Në një lloj autoritarizmi siç e ka sot Vučić në atje. Dhe unë mendoj domthonjë që kam zotin lart dhe ndoshta do mund të jemi i gabuar. Nuk jam shenjt, por unë them domthonjë që heshtja gati prej 2 javësh ambasadës amerikane apo departamenti amerikan të shtetit si rrallë herë në mënyrë gati të pazakontë. Po mund ta lexojmë si shpërfilljen atë, pse duhet ta lexojmë domosdoshmërisht që ka lidhje me diçka. Po shiko, mund të jetë, po nuk mendoj domosdoshmë që funksionon kështu. Nuk do presim domosdoshmë që Amerika ta thonë neve domosdoshmë që zgjedhjet nuk bëjnë. Amerika ka tjera leva për të lëvizur gjërat e saj. Dhe mendoj domosdoshmë që as Rama sot, pavarësisht se ka marrë 83 mandate, nuk është i lumtur. Është ngrirë buzëqes që janë buzë. Mendoj që po. Domthonë ai pati një lloj lumturie, e kupton? Flas me urimin që i erdhi nga Britania e Madhe apo nga Franca apo nga Meloni, e kupton? Por sigurisht ai kërkon një tjetër lumturi. Atë që është lumturia amerikane. Domethënë duhet të jetë dielli i botës që të tërgoj rrezet e tij, që ta ngroh. Mendoj buzëqeshin. Mendoj domethënë që unë tani po bëj dhe unë projeksionin tim. Edhe ti Reldari i jeti mendim je që jo, unë po bëj projeksionin tim. Po dakor, Reldari ka një qasje ndryshe, ka një kundërshtim. Projeksionin tim dhe le ta kundërshtojmë sa thotë jo, nuk qëndron kjo që duke e njohur Trumpin, e ka mendjen Trumpi këtu. Trumpi që ta ketë mendjen që nuk ka lidhje se Trumpi në Shqipëri, çfarë po thotë Departamenti Amerikan i Shtetit që ai ishin të rregullta apo jo. Departamenti ta dish ti. Zgjohet në mëngjes për Shqipërinë. E ka mendjen te Shqipëria, sepse kishte një fabul që u mbar se edhe gjatë fushatës elektorale me Las Civita. Unë kuptoj ironinë. Jo s'është ironi. Jo. Ka shi rrethanave ku po ndodhet vendi, po. Kupton, ne nuk kemi në qendër kërthiza e botës jemi ne. Kërthiza e botës, nuk kemi as qendër të botës. Absolutisht, kemi fare në satelit. Por jemi një nocion gjeografik, ta dish këtë pjesë. Po vetëm nocion, një nocion, jemi pjesë një shprehje gjeografike thoshte Bismarck. Po jemi pjesë e një perandorie, ta kesh parasysh këtë gjë. Jo, ne jemi bishti perandorisë. Unë thash ka një perandori në botë, jemi pjesë. Edhe ne përpiqemi që të ndërtojmë aleanca dhe përpiqemi her pas here që ne brenda vetit të kemi një qasje dhe një këndvështrim ndryshe. Ta them projeksionin tim? Jo, nuk e di Reldari. Nuk do ta dëgjosh, atë mërzit. Jepja Reldarit, okay. Atë mërzit mos reagimi i Departamentit Amerikan. Nuk e pëlqen kjo, do të them po s'ka gjë, okay. Do ta kaloj direkt. Jo, jepja Reldarit dhe nuk ka problem. Ajo tani dëgjoj. Është e para herë faktikisht që nuk ka reaguar. Kjo është një fakt. Po. Por ajo çfarë na detyron që të kishte qenë një administratë tjetër, kjo do të ishte një mesazh shumë i madh. Po duke pas parasysh se si reagon. Duke parë që Trumpi vet po tenton realisht ta zbehej demokracinë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk është problemi që do shokohet ai në Shqipëri që pas ka sistem të ndryshoj gjeopolitikën. Shikon spektri në spektrin tonë, nuk është kështu. Të ndryshoj gjeopolitikën, të ndryshoj totalisht gjeopolitikën, rendin e si thua, mërzitet ai për mungesën e demokracisë në Shqipëri? Zem shembull. Unë mendoj ai mund mërzitet kur nuk ka klonin e vet në krye të një. Unë mendoj që sa i përket të Ramës, për hir të vërtetës, raportin me Trumpin, me administratën Trump, Rama ka më mirë se sa ka opozita. Pse?
Jo, ka afru drejt familjes ti, po. Shke Sazanin. Sazanin, se ti mendon doon që po mos donte Rama nuk dia kishin marrë Sazanin ata seriozisht e keti te këtë gjë. Po ky ai ai ka thënë gjithë Shqipërinë. E ka kthyer në një ekzil këtu. Ashtu të bëhet për nevojat e gazetat europiane të nesmën e samitit. Po ti mendon doon që Sazani s'do jep dikush tjetër? Të nesmën e samitit gazetat europiane shkruanin që Shqipëria mund të bëhet i lloj koshi emigrantësh. Dhe asnjë problem. Por për hir të vërtetës tani pa çka opozitarizmit tonë që kemi, ne duhet të hedhim syt për hir të vërtetës tek një subjekt politik i cili e ka vërtet edhe don ta ndryshojë këtë gjë. Unë shoh Sali Berishën e ndjeka edhe të opinioni. Po. Edhe unë mendoj, këta e kam bindje, mund të kritikoj kushdo që 450.000 vota. I ka personale. Po, dakor. Dhe ai ka gjithë drejtën e Zotit për t'ju thënë dhe mos pyes askënd kur thoni tërheqje. Pa diskutim. Dhe po. Nuk e unë habitem si diskutoj këtë gjë që thonë duhet t'japi tërheqje, duhet të respektojë. T'japi tërheqje nga partia vet. Ne dim vërtetën se ku është. Nga partia vet. Ne dim vërtetën ku është. Ajo është partia e tij dhe s'ka askush kollçe. Këta deputet që dolin nga ajo fal Reldari. Këta deputet dolën nga ajo parti? Doli sepse është partia e Sali Berishës, le të dimë në një parti tjetër. E mori, e vërtetoi. E vërtetoi do kanë shans. Apo vërtetoi. 2021-shin e vërtetoi në 2022-shin, fal. Po, në marsin e 2022-shin nuk kishte as logo, as gula, ashtu gjë e vërtetoi, po e vërtetoi dhe duke mbushur sallat, duke mbushur. Dhe ato votat i ka vetë, pa mjaftojnë ato për të sjellë rotacionin e pushtetit. Tani tu hapet debati. Po këtu hapet diskutimi pastaj. Tani në qoftë se Sali Berisha vërtet e ka në objeksion, në mendim, në shpirtin e tij dhe në mendjen e tij, krijimin e një rotacioni politik. Ai është i detyruar për t'i ofruar qytetarëve shqiptar, biznesit, gjithë aktorëve politik, social, kulturor, shoqëror, ekonomik në këtij vendi një alternativë. Kur? Këtyre aktorëve pra. Jo, kur t'i ofroj? Kur? Tani sepse nuk e ofroi tani, nuk e pati shansi. Ajo ishte justifikuar. Po kishte shumë pak kohë, e dyta do të mbyllte ca probleme. Do të mbyllte ca çoka që kishte për të mbyllë për hir të vërtetës. Do të shpërblete ca njerëz, por tashmë duhet të mbajë përgjegjësi. Do të ndërtoj aleanca të reja. Duhet të mbajë përgjegjësi pa diskutim, duhet ta fusi partinë në shoqëri, duhet ta fusi partinë tek biznesi, tek grupet e interesit, te gjitha grupet që kanë dhe janë motor ndryshimin këtë lloj shoqërie. Nëse e mban këtë lloj forme, si e mban. Dhe si tek intervista opinionit nuk la shenja realisht që ka ndërmend për ta ndryshuar, sepse e shpalli fajtor të humbjes vetëm mazhorancën socialiste, pa diskutim. Unë jam me dritanin dhe e kam thënë që ditën e parë që Partia Demokratike nuk duhet i njohë këto zgjedhje, për arsyen sepse infrastruktura e ngritur nga mazhoranca socialiste e deformon demokracinë. Ore, po pse kjo do të Partia Demokratike gjithmonë tani ka situatën e favorshme. Nëse para 4 vitesh nuk e kishte, dihet sepse zonja Kim pa filluar protesta thoshte është protesta dundshme, tani e ka situatën në favor. Ore, kolegë të nderuar, i Partisë Demokratike do ta shohim gjithmonë duke ankuar ne? Gjithmonë do të Çaramanin, edhe mënyra si është shefi Roz, e kuptoj që këtu s'ka ndodhur asgjë. Ore, u shoh që mungojnë 200.000 Po dakor, po mënyra si ti e shikon në Roz këtë gjë, domethënë që këtu s'ka ndodhur asgjë, e kuptoj, po thjesht ka një humbus që është Partia Demokratike. Po mirë, le të vazhdoj të qaj pastaj edhe 4 vjet tjera. Si? Le të vazhdoj të qaj edhe 4 vjet tjera. Tash mirë, dakor, tani atë që s'do ta gjojë më parë, po ta them po ta them tani. Unë them që do ketë një tjetër në tavolinë. Dakor? Le të bëhet emisioni pagullare, ndoshta të bëhet orakulli gjithë sa gjë që do vi në tavolinën e kujt. Po ta them pra, ki durim urim. Unë them amnisti për Berishën, PD lirohet nga Berisha, Berisha merr garanci për familjen e vet biologjike, SBA i bën presion Ramës, të dyja palët ulen në tavolinë. Kjo është një për kodin zgjedhor. Anglezët do thonin kjo është një wishful thinking, është një mendim i dëshiruar. Kush tani fal.
Kush lexon politikë, kush e njeh se si funksionon politika? Tu regjistrohet, se mos e bën dhe ti si i patjetër, kryetar partie që patjetër, thotë dhe unë nuk them një deputet. Dhe unë nuk them domun që Rama i ha ose i gëzon këto 4 vite në pushtet. Mos e them domun që nuk i gëzon ndoshta as vitin e parë në pushtet. Me këtë që ka ndodhur. Dakor? Tu regjistrohet. Jo se ka këllë opozita ti kundër vjet sot, nuk i ka fare këllë. Dakor? Ka këllë për te oqeani dikush. Por ka dhe i lev tjetër që aktualisht e ka akoma Amerika. Dhe kemi thënë këtu para 4 muajsh, me to që është spaku. Kemi thënë këtu para 4 muajsh. Të shihet, koha e vërteton gjithçka, jep të drejt njërit apo tjetrit. Në lidhje me këtë 4 vjeçar, si e shihni jetën parlamentare? E tham pak më lart, por nuk e shoh 4 vjeçar, kështu që. E shihni po dakor, ja kaloi dash. E shikon më plurale për sa i përket vendimit. I shikon aktive partitë e reja apo thënë nga një vot, 2 vota që kanë 2 vot, 2 deputet. Nëse do isha strateg i komunikimit të PD, do i kisha sugjeruar një kartë vogël Sali Berishës me 2 këshilla. Po. Këshilla parë ishte që jetën parlamentare, më marr pjesë tash i varet se sa kapacitet ka partia, por ta bën të disfunksionale. Që do thotë që mos duke bërë spektakël televiziv, mos shkon në parlament. Herë shkonte, herë mos shkonte. Pa diskutim. Mos të ndiqte jetën praktik si Basha që i doli në 2019. Absolutisht. Ajo nuk funksionon me kod elektoral, ai ishte idiot. Po, dakor. Ta bënte disfunksionale. Jo, po gati janë zëvendësuesit aty mbrapa. Po direkt, me ato presim aty. Se mund të kemi edhe një reagim tillë disfunksionale jetën dhe dyta të prodhoj debat se kush do jetë lideri i PD-s. Pra në një farë mënyre për të nxitur. Po si mund ta bëj? Do ta nxjisi vetë debatin. Nuk bëhet kjo pa marr garanci Berisha që nuk do t'i preket familja edhe herë në situatën ku është me drejtësinë, nuk ka për ndodhur kjo. Mirë, po ta thot mendimin dhe ai po ta thot vetë. Që unë do iki nga politika, thot kur në Shqipëri të ketë zgjedhje lira. Ku mendon ti Rendar se do ketë zgjedhje lira në Shqipëri? Që mund të iki Berisha nga politika. Të bëhen gardhat në shnëre. Okay, dakor. Ideja është që ta disfunksionalizoj jetën dhe dyta të prodhoj një debat se kush do jetë lideri i Partisë Demokratike për të relativizuar peshën e kandidatëve të partisë dhe të reja që janë aty. Pra për t'i bërë pothuajse t'i defaktorizoj jo vetëm sy të opinionit publik, por edhe për interesin e mediave, sepse Rama, duke qenë një strategji mazhanca socialiste, duke përdorur një strategji çfarë do të vendosi vëmendjen tek tek Agron Shehej për ta pompuar si opozita re shqiptare. Më sollën e mendin një pyetje tjetër, po vazhdoj. Por për ta pompuar si opozita shqiptare dhe PD-ja në këtë rast çfarë do të bënte? Po tisha unë, ai strategu i thoya Sali Berishës, le të krijojmë një debat publik artificial, qoftë artificial, nga një X2 individ, të cilët kërkojnë dorëheqjen e Sali Berishës dhe të bëjnë zgjedhje në krijimin e zgjedhjeve për leadership Partinë Demokratike. Sigurisht këtë gjë e ka ndorë Sali Berisha, debati do shtrihej në media, interesi publik do vazhdonte a duhet Berisha apo nuk duhet, a duhet javi dorëheqja apo nuk duhet, për të defaktorizuar peshën e Agron Shehajit, e Ralt Kaprit, X-it, Y-it, Adriatik Lapaj, pa diskutim një taktik PR, sepse Rama aty do mbahet. Rama do bëhet spindokeve duke improvizuar si lider të opozitës Agron Shehaj. Gjë që është e pamundur, por do të mundohet ta pompoj dhe Agron Shehaj dhe Adriatik Lapaj e tjerë do jenë liderat e ri opozita e Shqipërisë. Kush e ka më të lartë? Mendoj që do jetë një zgjedhje interesante dhe është vetëm një mënyrë për të çfarë? Për ta defaktorizuar akoma dhe më shumë Partinë Demokratike, për ta bërë akoma dhe më shumë të parëndësishme në jetën qytetare dhe në hapësirën publike. Mendoj, po dakor, hipoteza hedhin këtu se nuk mund ta vërtetojmë se jemi në analizë laboratorike. Po jo, po dhe logjika ndonjëherë duke parë se si funksionojnë dhe duke njekur prej vitesh tashmë. Dakor, duke pas parasysh përbërjen e 2 grupeve parlamentare të partive të mëdha, qoftë majorancës, qoftë opozitës, kush e ka më të fortë brumin ose le të themi artikulimin më të fortë nga të 2 palët mes shihni në këtë listë përbërëse të partive të deputetëve përkatës. Kush besoni që do të jetë më simpatik në opinionin publik në këto 4 vjet që do të shkojnë? Jo, të bëjmë serioz. Jo, shumë serioz. Flasim serioz tani. Shumë serioz. Ai do jetë kush do ta rrëmbej skenën publike? Se kemi një shumicë, Zeqeneja dhe Gazbardhi. Jo, kush kemi një shumicë për shembull që aty duhet na çojnë. Gjithë të lutem ta mbaroj pyetjen. Kemi një shumicë që është me kartona që është 83 vota. Kemi edhe një shumicë nga opozita që është 52 mandate. Fjala vjen edhe deputetëve të tjerë të spektrit të partive të reja. Atëherë pyetja që ngrihet është
kush do ta fitoj debatin publik të këtyre 4 vjetëve që do të shkojmë. Nga do të udhëhiqet ose nga do të orientohet opinioni publik. Për këtë do të ketë simpati më shumë nga këto daljet e tyre, qoftë në parlament, qoftë në... A do të arrin ata të spikasin? Po, deshe të jem serios. Dakor pra. Do ta fitojnë punat e detit të çukollosin përpara parlamentit. Këto do ta Po, fitojnë. këto do ta fitojnë. Nuk do ta elektrizojnë mendimin e opinionit publik ca individ që do shfaqen në parlament dhe do të marrin simpatinë e qytetarëve që ja, po këta ishin ata deputetët që ne meritonin të përfaqësoheshim nga këta. Pse mos sa shohim politikën edhe në këtë këndvështrim? Ka një problem. Lista e Partisë Socialiste tani në përbërje për te humorit ka element të spikatur, pa diskutim. Sepse këtu thot tjetri ta kanë fituar garën. Vetëm 5 kanë ngelur, 5. Garën thot ta kanë fituar. S'kam aty. Urdhëro? Në Partisë Socialiste 10 ka. Flas vin nga jeta profesionale, vin njerëz me karrierë profesionale të ngritur. Dhe Rama këta e ka pas në favor këtë gjë sepse kishte gjitha kushtet për ta bërë një gjë të tillë. Pra ka futur element të ri, ka futur zëra të ri, e ka rifreskuar partinë. Partia nuk është më ajo partia më pashme edhe këtë e ka bërë pikërisht për t'u shmangë barrës drejtësisë. Domethënë në opinion publik pas ka përparësi, se kështu i bie. Pa diskutim. Nesër pas nesër por ka i gjet, lutem mos pa pengo. Këtë ka i gjet sepse deputetët socialistë nuk do kenë interes të futen në shkëmbime replikash me opozitën. Do rrinë neutral si gjatë fushatës. Do jenë sqarues. Në studio televiziv do i shohim përballë njëri tjetrit. Besoj se po. Do të garojnë kuaj le të themi, po t'i quajmë kështu në këtë. Sepse kjo është dhe Rama tani mund t'i japi truri thotë edhe se me Ramën çfarë nuk ndodh. Por logjika të çon se janë njerëz pikëpari nuk kanë kosto në administratën publike. Pra nuk mund të thush e zam Pirdenit një pedagoge interesante tani e korruptuar. Iris Rasit nuk mund të thush që e korruptuar. Kapacitetin që e përbën, pa diskutim. Si do i shfaqen në opinionin publik. Kjo është pyetja ime që bëj unë. Erion Malës për shembull një djalë i ri, pra vjen dhe ai nga jeta e universitetit, nuk mund të thush që i korruptuar. Pra janë një grup njerëzish të cilët mund të mbajnë peshën e hapësirës publike. Po, të një retorike racionale, A do kemi përballje për gjatë 4 vjetëve në studio televizive të njërës palë apo të palës tjetër, apo thjesht do ta delegjitimojnë opozitën siç ka bërë pushteti gjithmonë, që nuk është kthyer. Ka kohë që me i marrëveshje, nuk ka më përballje politike se kjo është do të në mediume të kesh futbollistin bashkë dhe mos të lësh kush në klozin. Ka kohë, do të thash edhe herë që nëpërmjet një marrëveshje gati okulte ose të rënë dakord një çopën e drejtuesit e mediave apo nuk ka më përballje të tilla. Në fund çfarë përballje mendon do dali Ziqinea do flasi për s'është vetëm Ziqinea, kanë dhe të tjerë emra. Kanë dhe të tjerë. Lista Tiranës kishte emra të mirë. Mos të ndalemi vetëm tek një emër që e përbën gjithë atë. Nuk kam ndërmend urim pavarësisht të sistemit tonë që të faktorizoj një parlament për i cili për mua ka rënë që pa u ngritur. Jo, janë emra që do të ne duhet jemi ne do të japim Cezarit atë që i takon. Le ta shfrytëzojmë le ta shfrytëzoj opozita këtë zbrazë të tjerë dhe këtë shkretë të tjerë. Fal, nëse quhen militantizëm, fakti që Ardit Bido, kuptoj djalin nderuar, do ulet ngjitur me do ndaj karrigen me Sara Milen, mama quhen, nuk ka problem. Po dakord, po flasim për një ballafaqim faktesh, për një ballafaqim idesh, për një ballafaqim vizionesh parlament. Atëherë me që pas ka një pas ka shkretë të tjerë, nga pikpamja e magja, atëherë le ta përfitojë opozita pra. Ti bëj golin, në kuptim figurshëm pra. Le të fitojë opozita dhe ta shpalosi veten e vet me argumenta, me vizion me gjitha. Jeni dakord në këtë prizmë si e shohun? Jo, nuk jam dakord. Dakord, po jam dakord me tani është një kategori në këtë aspekt. Thotë është një kuvend i dal nga krimi. Pika është fars. Ndik kuvendi i dal nga krimi thotë nuk mund të funksionalizohet, nuk mund të jetë i legalizuar. Pikë. Domethënë e delegjitimon që pa diskutim. Nuk i jep fare, nuk ja fare nuk ja legjitimon fare vazhdimsinë e 4 vjeçarëve që tu ndash. Është sepse mua më është përforcuar thash edhe një herë mendimi dhe ideja të cilat unë kam pasur dhe 8 vite më parë. E kuptoj që opozita duhet kishte një sjellje, pra kur thoshe që është regjim, duhet sjellje, duhet ta trajtonte këtë majorancë si regjim. Dakor? Pra i Cezarit i japi atë që dakor. Sot mbas 12 vitesh kur neve na ardh gjëma në shtëpi, e kuptoj vazhdon akoma, nuk e di, është regjim s'është regjim. E di çfarë bënin partitë, e di çfarë bënin konservatorët pas 45-s kur komunistët morën pushtetin?
rrini me shpresë se do zbarkojnë aleatët, do Ajo ishte masakra më e madhe që ndodhi. Kur armët e aleatëve që britanike të hodhën në Shqipëri, po korrin, po kosistin trupat e tyre. Po këtë po them pra, dete me këtë shpresë nuk ndodhi nuk zbarkuan. Ta po vriteshin, po shkatoheshin nga tokat të cilat kishin armët e britanikëve. Po nuk zbarkuan pra asnjëherë, nuk zbarkuan asnjëherë aleatët. Asnjëherë, lete me shpresë 45 vjet, edhe nuk u zbarkua asnjëherë. Prandaj po them, mos është dhe kjo një shpresë e tepruar, këtë po them. Mos e ketë të tepruar. Historia nuk le me gabuar, është mësuese e madhe. Po këtë po them, unë asaj referohem gjithmonë. Duke reflektuar nga shkolla na mëson të ardhmen. Henry Kissinger e kishte një ndër. Unë dhe një tjetër që kohët muaj do ecë shumë shpejt dhe ne të shohim që spektri politik nuk do jetë që... Lexova këtë biografinë, autobiografinë Henry Kissingerit, po. Dhe Idealisti, më bëri shumë përshtypje, titulli, po. më bëri shumë përshtypje ajo që kishte mësuese shumë të madhe historinë. Po. Dhe pak a shumë tezat më të mëdha aty i kanë ndërtuar. Kemi mbrit në fund. Faleminderit Dritan, faleminderit Eldar. Të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të programit edhe për mbrëmjen e sotme. Ju falenderojmë që na ndoqët. Bashkë ju kujtojmë takimin tonë të ardhshëm i cili do të jetë sërish të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.